duhet të shikojë që mund të kishte qenë i smur guzhinjeri dhe manipulimi, mos respektimi i kushteve higjieno-sanitare, mund të ishte një nga elementët, një nga kontaminantët, do më të nga ata që do kontaminonte ushqimin. Dhe unë nga autoriteti kompetent i AKU-s për rastin e parë, dëgjova vetëm që e kishin makaronat. Nuk u sqarua asnjëherë nëse i kishin makaronat si produkt, pra përbërësit e makaronave kishin një problem që në momentin si të thuash, e përpunimit të tyre nga fabrika, apo problemi ndodhi në gatime sipër, ndodhi nga... Në momentin e servirjes, pa tjetër, pra, ka 1001 arsye që një produkt mund të kontaminohet nga patogen të ndryshëm. Dhe unë nuk do resh së thani, në qoftë se ne nuk analizojmë mirë problemin, ne nuk do jemi në gjendje të identifikojmë shkakun, dhe kjo nuk do bëjë gjë tjetër, thjesht do vazhdojnë të përsëriten në rastet kështu siç janë. Situata, e thash dhe njëherë, është më e rëndë për faktin që janë institucione shtetërore të cilat ofrojnë ushqim për studentët. Dhe ajo që është më problematike këtu, edhe në rastin e parë, përveç 2 gjobave mirane, nuk mbajti, dhe guzhinjerit në fakt, nuk mbajti përgjegjësi askush, as nga institucionet përgjegjëse, as nga institucionet e kontrollit, dhe pyetja ime është shumë e thjeshtë. U evidentua që atje ku dërgoheshin ushqimet nuk ishte sistem gjurmëshmërie. Kush e kishte kontrolluar 3 muaj më parë? Kush e kishte kontrolluar 6 muaj më parë? Sepse këto janë kategorizohen në bazë të planit që harton vetë AKU-ja, kategorizohen si biznese me risk të lartë. Dhe frekuenca e kontrolleve është më shpesht. Dhe kërkesat janë, si thua, më ekzigjente. Pra, kush e kontrolloi para 3 muajsh, para 6 muajsh? A e kishte këtë sistemin e gjurmëshmërisë? A mbajti përgjegjësi njëri për të gjithë zinxhirin e kontrollit të këtyre target grupeve? Pra, a u bë një analizë mirëfillt e shkaqeve, sepse analiza e mirëfillt në fund të fundit nuk bën gjë tjetër, thjesht merr masa për të parandaluar apo minimizuar një problem në të ardhmen.